Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Thot autori, dietari i madh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, Allah më shëroft, në librin e tij Tri bazat dhe argumentet e saj: "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail." Di Allah të më shëroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. El-ula el-ilm. E para është dituria. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla. Dhe ajo, pra dituria, është njohja e Allahut, njohja e profetit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe njohja e fesë islame me argumente. Kemi folur në 2 mësimet e fundit në lidhje me fjalën e autorit Allahu më shëroft, ku ka thënë el-ula el-ilm. E para është dituria. Dhe u ndalëm në 2 çështje madhore. Çështja e parë është se cila është dituria e cila është lavdruar në shariat. Dhe thamë se kjo dituri që kihet për qëllim është dituria fetare. Çështja e dytë është ajo se cilat janë vlerat e kësaj diturie që kanë ardhur në shariat, dhe cilat janë frytet dhe rezultatet që sjell kjo dituri. Për këtë çështje e dytë u sqaruan në 2 mësimet e kaluara disa nga argumentet nga Kur'ani dhe Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa për mësimin e sotshëm, sikur se ju kam premtuar në mësimin e kaluar, do të flitet inshallah për një çështje me rëndësi dhe pozitë të madhe. Kjo çështje ka të bëjë me diturinë, se cilat janë mjetet e diturisë. Cilat janë mjetet e diturisë. Dhe sqarimi i rëndësisë së madhe në përzgjedhjen e njerëzve, për të cilëve mësohet kjo dituri fetare. Përpara se të dalim në këtë çështje, fillimisht le të lexojmë edhe një herë fjalën e autorit Allahu më shëroft dhe të sqarojmë qëllimin e tij me këtë fjalë, dhe më pas të bëhet lidhje e saj me temën e sotme. Thot autori Allahu më shëroft: "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail." Di Allah të më shëroft se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje. El-ula el-ilm. E para është dituria. Këtu lind një pyetje. Çfarë kihet për qëllim me fjalën e autorit se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje? Dhe se e para është dituria. Çfarë kihet për qëllim me fjalën e autorit se ne kemi obligim të mësojmë 4 çështje dhe se e para është dituria? Kjo, vëllezër, do të thotë se ne kemi obligim të mësojmë obligueshmërinë e diturisë. Të mësojmë obligueshmërinë e diturisë. Kjo bazuar në hadithin që transmeton Ibn Majah dhe që ka saktuar Sheikh Albani nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Kërkimi i diturisë është farz për çdo musliman. Duke qenë se muslimani e ka detyrë kërkimin e diturisë, dhe duke qenë se ai fillimisht duhet të di se si arrihet dituria, nga se nuk mund të arrish të mirën nëse nuk e din si arrihet e mira. Nga se sikurse transmeton Darimiu me zinxhir të saktë nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, se ka thënë: "Wa kam min muridin lil khairi la yudrikuhu." Sa shumë ka që duan të mirën, por nuk e arrin të mirën. Sa shumë ka që duan të mirën, por nuk e arrin të mirën. Pse kjo? Kjo për shkak të paditurisë së tyre ndaj të mirës apo të mënyrës së arritjes së saj. Prandaj, vëllezër, sot inshallah do të flitet për atë se cilat janë mjetet e diturisë që shërbejnë në arritjen e diturisë. Përpara se të flasim për këtë temë madhështore, fillimisht duhet të dimë se çfarë kihet për qëllim me fjalën mjet. Çfarë kihet për qëllim me fjalën mjet? Mjeti, o vëllezër, është ajo gjë që shërben në arritjen për tek synimi. Është ajo gjë që shërben për arritjen tek synimi.
Shembull sqarues i saj është fjala për shembull automjet. Automjeti është quajtur automjet për shkak se ajo të çon te pikë synimi apo tek destinacioni kërkuar të personit. Ndërsa në rastin ton konkret, në lidhje me kërkimin e diturisë, synimi i njeriu është arritja apo kërkimi i diturisë. Pra, në këtë rast, mjeti është ajo gjë nëpërmjet së cilës njeriu arrin diturinë. Mjetet të vëllezër ndahen në dy lloje. Mjeti fizik, apo thënë ndryshe konkret, dhe mjetet abstrakte, pra që nuk janë të prekshme, apo thënë ndryshe që nuk arrihen nëpërmjet shisës. Njohja e kësaj, që u tha tani, dhe njohja e këtyre të dyve, pra mjetit fizik dhe asaj abstrakt, shërben në kuptimin e asaj që do të thuhet më pas, nga se për këtyre mjeteve ka që janë mjete fizike, por ka që janë mjete abstrakte, pra që nuk prehen. Tani, le të dalim në përgjigjen ndaj pyetjes që u shtrua më parë. Cilat janë mjetet e diturisë? Cilat janë mjetet e diturisë? Thonë dietarët, mjetet e diturisë janë 4. Këto mjete vëllezër, ata e kanë formuar në arabisht në formë rime. Ata kanë thënë, e para për këtyre mjeteve është kutubun sihah. E para është libra të saktë. E dyta është sheikhun fattah, mësues, sheikh i suksesshëm. E treta është aqlun rajjah. E treta është logjik e fortë. E katërta është mudawamatun wa ilhah, vazhdimsi dhe isinsim. Pra, vazhdimsi dhe këmbgulje në kërkimin e diturisë. Ti përsërisim edhe një herë. Thonë dietarët se mjetet e diturisë janë 4. E para është kutubun sihah, libra të saktë. E dyta është sheikhun fattah, mësues i suksesshëm. E treta është aqlun rajjah, logjik e fortë. E katërta është mudawamatun wa ilhah, vazhdimsi dhe insistim. Pra këmbgulje. Thot Sheikh Abdulselam Suhaimi, Allahu ruajt, në një mësim me titull At-Ta'sil al-Ilmi, në minutën 30, thot: "Wa alatu al-ilm ikhtasaraha ba'duhum fi 4." Mjetet e diturisë i ka përmbledhur dikush prej dietarëve në 4 gjëra. Në 4 gjëra, pra në 4 mjete. Al-awwal al-muallim alladhi yujid al-fan alladhi yuallimuhu. E para është mësuesi i cili e zotëron mirë shkencën që e mëson. Qoftë ky thot al-sheikh aw al-ustadh aw al-mudarris aw al-muallim alladhi yujid al-fan alladhi yuallimuhu. Qoftë ky një sheikh, pa një dietar, profesor apo mësues. Qoftë ky sheikh, profesor apo mësues. والثاني الكتاب الذي يدرس. E dyta, mjeti i dytë i diturisë është libri për të cilit mësohet. وهذا الكتاب يجب أن يكون من كتب أهل العلم المعتبرة. Ky libër duhet të jetë nga librat e njerëzve të dijes që merren për bazë. وأن تكون صحيحا من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون. Dhe të jenë të saktë si nga ana e formës, po ashtu edhe nga ana e përmbajtjes së librit. Çfarë përmban ky si libër? فمن ناحية الشكل لا يكون فيه سقط ولا طمس ولا خرم ولا شيء مما يقلل من استطاعة قراءته. Thot, nga ana e formës, çfarë kiet për qëllim nga ana e formës? Nga ana e formës thot, nuk duhet të ketë mungesa, pra mungesa fjalish, fjalësh apo pikash, gërmash e tjerë. Nuk duhet të ketë mungesa. Fjalë të fshira, dëmtime apo mangësi që vështirësojnë leximin thot. Wa amma al-madmun fa yakun kitaban mu'tabaran. Ndërsa nga ana e përmbajtjes duhet të jetë një libër i besueshëm që merret për bazë. Laysa min kutubi ahli al-bid'a. Këto nuk duhet të jenë nga librat e njerëzve të bidatit. Wa innama min al-kutub an-nafi'a allati yu'rifa mu'allifuha bi silamati manhajihi wa husni 'aqidatihi thot. Pra jo nga librat e pasuesve të bidatit, por nga librat e dobishme, autorit të cilëve njihet për metodologjinë e drejtë dhe besimin, akiden e shëndosh.
wal amru thalith, e treta, pra mjeti i tretë i diturisë, yeta'allaq bi talib al-ilm, ka lidhje me vetë kërkuesin e dijes. An yakun talib al-ilm dha aqliya rajiha mutamayyiza, sa ai, pra kërkuesi i dijes, duhet të ketë një mendje apo logjik të fortë dhe të dallueshme. Bihaythu yakun 'indahu qabiliyya lil-'ilm, duke pasur aftësi dhe prirje për të përfituar dije. Ar-rabi'a, e katërta, mjeti i katërt, yeta'allaq aidan bi talib al-'ilm, po ashtu thot lidhet me kërkuesin e dijes. Wa huwa an yakun kathira al-ilham min ajli talib al-'ilm, sa ai duhet të jetë këmbgulës në kërkimin e dijes. Bil mudawama wa ilhah, duke qenë i vazhdueshëm dhe insistues në kërkimin e dijes. Më pas sa që walidhalika ikhtasaraha ba'dhum fi alati al-'ilm faqal, prandaj disa kanë përmbledhur këto me fjalët alatul 'ilmi arba', mjetet e diturisë janë katër. Sheikhun fattah, një sheh i suksesshëm, mësues i suksesshëm, wa kutubun sihah, libra të saktë, wa aqlun rajjah, logjik të fortë, wa mudawamatun wa ilhah, dhe vazhdueshmëri dhe insistim. Mbaron këtu fjala e sheikhut, Sheikh Abdulselam Suhaimit, Allahu ruajt. Sa i përket të parës o vëllezër, ajo është kutubun sihah, pra libra të saktë. E para është kutubun sihah, libra të saktë. Thot Ibn Jama' al-Kanani, Allahu mëshiroft, në librin e tij të shquar në faqen 164, thot al-babu ar-rabi'a, kapitulli 4, fil adab ma'a al-kutub allati hiya alatu al-'ilm. Kapitulli 4 mbi etikën dhe rregullat e sjelljes me librin, me librat, të cilat thot janë mjeti i diturisë. Të cilat, pra librat, janë mjeti i diturisë. Pra librat të vëllezër janë mjet për përfitimin e diturisë. Më pas thot Ibn Jama' al-Kanani, Allahu mëshiroft, yanbaghi li talib al-'ilm an ya'taniya bi tahsil al-kutub al-muhtaja ilayha ma amkanahu. Kërkuesi i dijes duhet të kujdeset që të sigurojë librat për të cilët ka nevojë. Ai sa ka mundësi. Si kjo? Thot shira'an wa illa fa ijaratan aw 'ariya. Duke i bler, e nëse nuk mundën me i ble, atëherë duke i marrë me qira ose hua. Pse kjo? Li annaha alatu tahsil, sepse ato janë mjeti i fitimit të dijes. Janë mjeti i fitimit të dijes. Më pas thot, nuk duhet ta konsideroj përvetësimin dhe grumbullimin e librave si pjesë të tij nga dija. Pa nuk duhet thot, un kam libra, a un kam dije. Pik marrë. Po pate libra, atëherë ti ke dije. Më pas thot, as mbledhjen e tyre si pjesën e tij nga kuptimi. Pra, nëse un kam libra, atëherë un kam kuptim. Kema yef'alun kathir min al-muntahilin lil-fiqh wal-hadith. Sikurse bëjnë shumë veta që pretendojnë sigur kanë dije në fikë dhe në hadith. Më pas thot, wa qad ahsana al-qa'il, mirë ka thënë ai që ka thënë, thot, edhe ka formuar në formë poezie dhe ka thënë idha lam takun hafidhan wa'iyan fa jam'uka lil-kutubi la yanfa'. Nëse nuk je memorizues dhe kuptues, atëherë grumbullimi yt i librave nuk të sjell dobi. Mbaron këtu fjala e Ibn Jama' al-Kanani, Allahu mëshiroft. Nuk ka dyshim o vëllezër se librat janë mjet i përfitimit të diturisë. Mirë po, duke qenë se në origjinë dituria ruhet në gjoksin e njerëzit, prandaj edhe Ibn Jama' al-Kanani, Allahu mëshiroft, tregon këtë fjalë të bukur se idha lam takun hafidhan wa'iyan, nëse nuk je memorizues dhe kuptues, fa jam'uka lil-kutubi la yanfa'u, atëherë grumbullimi yt i librave nuk të sjell dobi. Prandaj o vëllezër, Allahu i lartëmadhëruar thot në Kur'anin famlar, bel huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm. Përkundazi, këto janë ajete të qarta që gjenden në gjokset e atyre që u është dhënë dituria. Ku gjendet Kur'ani? Në gjokset e atyre që u është dhënë dituria. Pra, dituria ruhet në gjoks. Mirë po, duke qenë se njeriu mund të harroj, prandaj libri është gjithashtu mjet i cili shërben për rikujtimin e asaj dije. Përndryshe,
Origjina është që dituria du të jetë në gjoksin e njeriut, pa në zemrën e tij, dhe du të jetë në memorin e tij. Dihet o vëllezër se fjalët e para që profeti sallallahu alaihi wasallam i kanë ardhur prej shpalljes janë ajetet e para nga surja Al-Alaq. Thot Allahu i lartë madhëruar në këtë sure madhështore: Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lezo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Khalaqal insana min 'alaqa. Krijoi njeriu nga gjaku i ngjizur. Iqra wa rabbukal akram. Lezo e Zoti yt është më i bujari. Alladhi 'allama bil qalam. I cili ka mësuar atij, pra njeriu, i ka mësuar kalemin. Nga ky ajet o vëllezër, nxirret se leximi është dy llojesh. Leximi është dy llojesh. Lloji i parë është leximi nga memoria. Lloji i dytë është leximi nga libri. Allahu i lartë madhëruar e ka filluar me leximin nga memoria, për shkak se ajo është origjina. Ruajtja e diturisë në memorie. Ruajtja e diturisë në gjoksin e njeriut. Më pas, nëse nuk lexohet nga memoria, atëherë lexohet nga libri. Të dyja këto lexime o vëllezër janë përfituar nga këto ajete kuranore nga surja Al-Alaq. Thot dietari i madh, qalosi dituris Sheikh Ibn Uthaymin Allahu më shëroft, në shpjegimin e poezisë El-Bawquniyye në faqen 39 thot: fa in qala qailun hal lin-nisyani min ilajin aw dawa. Nëse dikush pyet e thot, a ka haresa ndonjë kur ose ilaç? Qulna na'am, ne themi po. Lahu dawa'un bi fadlillahi. Ajo ka një ilaç me mirësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Cili është ky ilaç? Wa hiya al-kitaba. Ky ilaç është shkrimi. ولهذا امتن الله عز وجل على عباده فقال. Për këtë arsye thot Shehu, për këtë arsye Allahu i plotfuqishëm u përmendi këtë mirësi robërve të tij, duke thënë: Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lezo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Khalaqal insana min 'alaqa. Krijoi njeriu nga gjaku i ngjizur. Iqra wa rabbukal akram. Lezo e Zoti yt është më bujari. Alladhi 'allama bil qalam. I cili ka mësuar njeriu kalemin. Thot Shehu, ai than fillim lexo. Allah subhanahu wa taala thot fillim lexo. Iqra. Lexo. Pastaj tha alladhi 'allama bil qalam, i cili ka mësuar atij pra njeriu kalemin. Çfarë thot kjo? Yani iqra min hifdhik. Domethënë thot Shehu, lexo nga ajo që ke mësuar përmendesh. Nga ajo që ke në memorin tënde. Fa in lam yakun fa min qalamik. Nëse nuk e ke në kujtesë në memorin tënde, atëherë lezo nga ajo që ke shkruar me penën tënde. Pra lezo nga libri. Lezo nga libri. Fallahu tbaraka wa ta'ala bayyana lana kayfa nudawi hadhihi al-'illa. Kështu Allahu i lartë madhëruar na sqaroi se si ta trajtojmë këtë mangësi apo këtë smundje, thot Shehu. Wa hiya 'illatun nisyan. Cila është kjo smundje? Është smundja e haresës. Wa dhalika bi an nudawiha bil kitaba. Kjo duke kuruar atë me shkrimin. Wal an asbahat al kitaba adqa min al awwal. Thot, dhe sot shkrimi është bërë edhe më i saktë se më parë. Pse kjo? لأنه وجد بحمد الله الآن المسجل. Sepse lavdia Allahut tani ekziston edhe regjistrimi i zërit pa. I cili ndihmon ruajtjen e dijes. Mbaron këtu fjala e Sheikh Uthayminit Allahu më shëroft. Pra, dituria ruhet në gjokse. Mirë po, duke qenë se njeriu mund të harrojë, prandaj libri është mjeti i cili çërben për kujtimin e asaj dije. Prandaj, tregon Ibn Jamaa al-Kanani Allahu më shëroft në atë që u përcoll më parë se idha lam takun hafidhan wa'iyan, nëse nuk je memorizues dhe kuptues, fa jam'uka lil kutubi la yanfa'u, atëherë grumbullimi i librave nuk të sjell dobi. Dituria tek selefët o vëllezër ishte në gjokset e tyre, ishte në memorien e tyre. Prandaj Sheikh Falah Ismail al-Mandikar Allahu më shëroft thot në një ligjërat të tij, thot: këto libra që i keni ju sot, këto biblioteka që keni ju sot, vallahi thot Shehu, besohet në Allahun, nuk i ka pas as Imam Buhariu. Këto biblioteka, këto libra që keni ju sot, vallahi nuk i ka pas as Imam Buhariu. Por dihet o vëllezër se Imam Buhariu
nuk krahasohet me diturinë e njerëzve të ditëve të sotme. Megjithëse biblioteka e shumë për njerëzve të sotëm është më e madhe se Imam Buhariu, Allahu mëshiroftë. Pse Imam Buhariu nuk krahasohet me diturinë e njerëzve të sotëm? Nga se dituria e Imam Buhariu të vëllezër ishte në gjoksin e tij. Ishte në memorin e tij dhe jo vetëm në libra. Mirë po, kjo gjë o vëllezër nuk duhet na bëjnë që të jemi neglizhent në përvetësimin e librave fizik. Nga sa ato, përveç faktit që janë mjet që shërbejnë për kujtimin e diturisë, mirë po ato gjithashtu janë mjet që shërbejnë për përfitimin e diturisë shtesë. Prandaj, dietarët e hershëm dhe ata bashkohor nxisin njerëzit për përvetësimin e librave. Mirë po, ata paralajmojnë nga ana tjetër që kërkuesi i dijes mos mjaftohet vetëm me librat. Sigurisht do të sqarohet kjo gjë më vonë inshallah. Tani le të dalim në fjalën e dietarëve se mjetet e diturisë janë 4. Dhe se njëra prej tyre është libra të saktë. Çfarë ne kuptojnë dietarët me fjalën të saktë? Çfarë ne kuptojnë dietarët me fjalën të saktë, fjala e tyre libra të saktë? Dietarët, sikur se përmendëm më parë fjalën e Sheikh Abdulselam Suhaimit Allahu ruajt, gjë të cilën e ka thënë edhe dietarët të tjerë përveç tij, dietarët thonë se me të ne kuptohen dy gjëra. Me të ne kuptohen dy gjëra. E para, se përmbajtja e këtyre librave është saktësia. Pra, përmbajtja që këto libra kanë janë të sakta. Në çështjet e akides, në çështjen e metodologjisë, në çështjen e etikës, e tjerë për çështjet që kanë lidhje me fen. Përmbajtja e saj duhet të jetë saktësia, pra të jenë të sakta. Thot Sheikh Abdulselam Suhaimi Allahu ruajt, wa amma al-madmun fa yakun kitaban mu'tabaran. Dhe se nga ana e përmbajtjes, ai, pra libri duhet të jetë nga librat e besueshëm dhe që merret për bazë. Lejse min kutubi ahli al-bid'a, jo nga librat e pasuesve të bidatit, wa innama min al-kutub an-nafi'ah allati urifa mu'allifuha bi salamat manhajihi wa husni aqidatihi. Por nga librat e dobishëm, autorit të cilëve njihet nga metodologjia drejtë e tij dhe akidja e saktë. Pra vëllezër, nga kjo përjashtohen librat e njerëzve të bidatit, nga se përmbajtja e këtyre librave nuk është saktësia. Pra, përmbajtja e librave të njerëzve të bidatit nuk është e përputhur me atë që ka ardhur në Kur'an dhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, ata nuk shërbejnë përmjet diturie. Nuk shërbejnë përmjet diturie. Përkundrazi, ata janë dituri e dëmshme për njeriu. Andaj ato nuk duhet të lexohen. Prandaj selefët e devotshëm paralajmojnë njerëzit nga librat e njerëzve të bidatit. Për shkak të dëmit të madh të tyre. Për shkak të dëmit të madh të tyre. E dyta, në atë se çka ne kuptojmë me fjalën të saktë, tek fjala e dietarëve libra të saktë, është saktësia e dorëshkrimit. Është saktësia e dorëshkrimit. Çfarë do të thotë saktësia e dorëshkrimit? Më parë vëllezër, librat kanë qenë dorëshkrime, pa të shkruar me kalem, të shkruar me pend. Ndryshe nga ç'është gjendja e sotëm, ku librat lavdi Allahut janë të botuara me shtypshkronjë. Librat e autorëve të hershëm kanë qenë dorëshkrime, pra të shkruar me kalem, ndërsa tani ato janë nxjerrur nga dorëshkrimi në shtypshkrim. Prandaj, librat e dietarëve të hershëm duhet të jenë të recensuara nga persona të besueshëm, që e njohin mirë dorëshkrimin, në mënyrë që në mos të ketë gabime në shtypshkronjë. Ndodh shpesh vëllezër që për një libër të vetëm, të një autori të hershëm, të kenë disa dorëshkrime dhe të ketë ndryshime ndërmjet tyre. Këtu del në pa puna e recensuesit, ku i sqaron këto ndryshime nëpër fusnota. Prandaj, nxënësit e dijes o vëllezër i përzgjedhin recensuesit e librave në mënyrë që të lexojnë librin autentik ashtu sikur se autori i mëparshëm e ka shkruar të në dorëshkrimin e tij. Pra, saktësia e dorëshkrimit në ato gjëra që ndryshon kuptimin e fjalës së autorit është e domosdoshme, nga se mundet që njeriu të keq kuptojë diçka
dhe si pasojë të devijojë nga rruga e drejtë, sikurse do të sqarojmë shembull në lidhje me të. Inshallah. Për shkak të neglizhencës ndaj saktësisë së dorëshkrimit, kanë devijuar të krishterët dhe xifutët. Prandaj dhe ka shumë ndryshime në librat e tyre. Allahu i lartë madhëruar na tregon për këtë ku thot: "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani." E ka disa prej tyre, pra prej masës së gjerë të njerëzve për xifutëve, për xhamatet të tyre, që janë ummiyun, që janë analfabet. Çfarë nuk kuptohet me fjalën analfabet? Që nuk kuptojnë, pavarësisht se din të lexojnë. Pse kjo? Nga se më pas thuhet la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Nuk din librin, pra Teuratin, nuk e din librin veçse me lexuar. Pra amani, sikurse është dhënë për tërësirë të saj, është leximi. Pra nuk din për librin vetëm me lexuar. Wa inhum illa yadhunnun. Duke mos ecur ndryshe veçse me hamendësime. Më pas, Allahu i lartë madhëruar i paralemon njerëzit nga kjo kategori tjetër e xifutëve, që tridhojnë në dorëshkrime, ku thot: "Fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Mirë ata që me duart e tyre shkruajnë librin. Thumma yaquluna hadha min 'indillah. E pastaj thon, kjo është prej Allahut. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Që për këtë të kenë ndonjë dobi të vogël materiale. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Mirë ata për çfarë kanë shkruar me duart e tyre dhe mirë ata për atë që kanë fituar. Pra, nga këto ajete të vëllezër na bëhet e qartë se për shkak të neglizhencës ndaj saktësisë së dorëshkrimit, kategoria e masës së gjerë e njerëzve për xifutëve kanë devijuar. Janë mashtruar nga krerët e tyre. Prandaj dhe sot e kësaj dite ata kanë ndryshime të shumta në librat e tyre. Sot e kësaj dite kanë ndryshime të shumta në librat e tyre. Ndryshimi në dorëshkrim, vëllezër, mund të jetë ose nga shtesa e ndonjë fjalie, apo ndonjë fjale, apo ndonjë gërme, apo ndonjë pike që në origjinë të tekstit nuk gjendet. E para është ndryshimi duke shtuar diçka pra. E dyta, ose është nga ndryshimi i vendit të fjalëve apo të pikave, gjë që ndikon në kuptimin e fjalisë. E treta, ose nga mangësia e ndonjë fjalie, apo ndonjë fjale, apo ndonjë gërme, apo ndonjë pike. Unë këtu po ju sjell shembuj për secilin nga këto tre ndryshime në dorëshkrim. Do të sjell shembuj në lidhje me këto tre lloje të ndryshimit në dorëshkrim. Shembull për shtesë të ndonjë fjalie apo të ndonjë fjale, apo të ndonjë gërme, apo të ndonjë pike që në origjinë të tekstit nuk gjendet, është ajeti që cituam më parë nga surja El-Baqara, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Fawailu lilladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Mirë ata që me duart e tyre shkruajnë librin. Thumma yaquluna hadha min 'indillah. E pastaj thon, kjo është prej Allahut. Ky ishte shembull nga Kur'ani famlar. Por unë këtu po ju përcjell një shembull tjetër, një histori që përmend dietari i madh Kolosi bashkohor, Sheikh Saleh Al-Fauzan Allahu ruajt, ku tregon një histori të një personi që kërkonte kurim për një smundje. Kërkonte një kurim për një smundje. Ai mori një libër për të kërkuar kurimin dhe lexoi në të hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El-habbatu sauda shifa'un min kulli da." Fara e zezë është shërim për çdo sëmundje. Mirë po, në fjalën el-habba në arabisht kishte një gabim në libër. Në këtë fjalë, në fjalën habba në arabisht kishte një gabim në libër. Cili ishte ky gabim? Gabimi ishte se tek gërma B kishte një pikë tjetër shtesë, kështu që e shndroi atë nga B në J. Ajo çka dihet o vëllezër është se ndryshimi ndërmjet gërmës B në gjuhën arabe dhe të gërmës J është një pikë vetme.
gërma B është me 1 pikë, ndërsa gërma J është me 2 pika. Ky i gjor kishte në libër një gabim trashanik. Këtë gërm e kishte me 2 pika, andaj e lexoi atë nga el habbe në el hayye. Kështu që kuptimi ndryshoi nga far në gjarpër. Pra fjalia ndryshoi nga fara e zezë shërim për çdo sëmundje në gjarpër i zi është shërim për çdo sëmundje. Kështu që shkoi, e mori gjarpin, e hëngri, e pasaj vdiq. Kjo vëllezër tregon për rëndësinë e madhe në saktësinë e dorëshkrimit apo të tekstit të librit, për të cilit njeriu lexon. Përndryshe, njeriu mund të ketë pasoja fatale, saqë mund të arrijë deri në vdekjen e trupit të njeriu. Madje akoma edhe më keq, në vdekjen e zemrës së njeriu, në vdekjen e fesë së njeriu, gjë e cila është edhe më e keqe se vdekja e trupit. Shembulli i dytë, shembulli për ndryshimin e vendit të fjalëve apo të pikave, gjë që ndikon në kuptimin e fjalisë, është ajo që na ka rrothyr Allahu i lartë mëdhëruar në Kur'anin famlar në lidhje me çifutët ku ka thënë min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi, në mesin e hebrejve ka nga ata që ndryshojnë fjalën e Zotit nga vendet e veta. Ndryshojnë fjalët e Zotit nga vendet e veta. Gjithashtu o vëllezër, në lidhje me rëndësinë e shenjave të piksimit, në ndryshimin apo saktësinë e kuptimit të fjalës, tregohet një shembull popullor këtu në Shqipëri, se nëse një ushtari i dërgohet një letër në lidhje me ekzekutimin apo jo të një personi, i dërgohet një letër, a do të ekzekutohet një person apo jo. Nëse në këtë letër shkruhet të pushkatohet nuk ka mundësi, të lirohet. Të pushkatohet nuk ka mundësi, të lirohet. Atëherë, çfarë do të bëjë ushtari me këtë person? Do ta liroj. Ama nëse në këtë letër shkruhet të pushkatohet, nuk ka mundësi të lirohet. Çfarë do të bëjë ushtari me këtë person? Do ta pushkatoj. Pra këto ishin të njëjta fjalë, të njëjtat rënditje. Mirë, po gjëja vetme që ndryshonte në këto dy fjali, ishte pika, e cila i dha një ndryshim në kuptimin thelbësor të fjalisë. Jo vetëm kaq, por edhe në ndryshimin e jetës së njeriu. Në rastin e parë njeriu u lirua, ndërsa në rastin e dytë ai u pushkatua. E gjithë kjo tregon për rëndësinë e saktësisë së dorëshkrimit. Shembull për mangësinë e ndonjë fjalie, apo ndonjë fjale, apo ndonjë gërmë, apo ndonjë pike, është fjala popullore që kemi në Shqipëri, dhe besoj se shumë për jush e din, fjalë që duket ndoshta qeshërake për disa, por që në përmbajtje është kuptimore, ka kuptim të madh. Në këtë frazë popullore thuhet për një m që se vë, fjala mik bëhet ik. Çfarë bë këshumore besnik? Ai thuhet mikut ik. Pra, për një m që se vë, fjala mik bëhet ik. Çfarë bë këshumore besnik? Ai thuhet mikut ik. Pra, për një gërm të vetme që nuk vendoset, i ndryshohet kuptimi i fjalës. Shembujt nga librat e të krishterëve dhe çifutëve të vëllezër për këto lloje të ndryshimit në librat janë të shumta. Saqë dietarë sikurse Sheikh Rahmetullah Al-Hindi Allah më shëroft, në librin e tij madhështor Idharul Haq ka treguar me qindra shembuj në ndryshimin e Biblës. Në ndryshimin e Biblës. Gjithashtu vëllezër, nëse kërkuesi i dijes është prej jo arabisht folësve, ajo është ka shumë e rëndësishme dhe hyn në fjalën e dietarëve. Libra të saktë është saktësia në përkthimet e librave. Është edhe saktësia në përkthimin e librave. Nga se ndodh vëllezër që përkthimet të mos jenë në përputhje me atë që realisht thot autori. Andaj kjo lë një pasojë të keqe tek lexuesi. Pasojë e cila mund të shkojë deri në gradën e devimit nga rruga e drejtë. Shembull konkret për këtë është përkthimi i Kur'anit të Madhënishëm nga ana e Sherif Ahmedit. Përkthyesi të Kur'anit në gjuhën shqipe, me botim nga kompleksi Mbetet Fez, i cili ka bërë gabime trashanike në çështjet e besimit. Shembull për përkthimeve të gabuara të tij është ajeti tek sura Taha, ajeti 5,
ku Allahu i lartëmadhëruar thot Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, i gjithëmëshirshmi u lartësua mbi arsh. Sherif Ahmedi e ka përkthyer, ai është mëshiruesi që krijoi tokën dhe qetë e lartë. Pra, përkthimi i vëllezër këtu është tjetër për tjetër. Allah subhanahu wa taala thot Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, i gjithëmëshirshmi u lartësua mbi arsh. Ky thot ai mëshiruesi që krijoi tokën dhe qetë e lartë. Përkthim tjetër për tjetër. Gjithashtu, në ajetet e tjera që kanë të bëjnë po me istiwan Allah subhanahu wa taala, pra me lartësimin Allah subhanahu wa taala mbi arsh, shembull tjetër është në surën El Furqan, ku Allah i lartësuar thot Alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama baynahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Ai, pra Allah subhanahu wa taala krijoi qetë e tokën dhe gjithçka që gjendet në mes tyre brenda 6 ditësh. E pastaj u lartësua mbi arsh. Ndërsa Sherif Ahmedi e ka përkthyer, ai krijoi qetë e tokën dhe gjithçka që gjendet në mes tyre brenda 6 ditësh, e pastaj mbi zotëroi arshin. Nuk thot u lartësua mbi arsh, pra Allah subhanahu wa taala u lartësua mbi arsh, por thot mbi zotëroi arshin. Përkthim ky i cili është në bazë të kuptimit të devijuar të sektit Eshari dhe Maturidi. Po ashtu edhe në surën Zumar, tek ajeti ku Allahu i lartësuar thot wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dhe ata nuk e vlerësuan Allahun në atë madhështi që i takon atij. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah, ndërsa në ditën e Kiametit e tërë toka do të jetë në grushtin Allah subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yamini, e qetë të mbështjella në të djathtën e tij, pra në dorën e djathtë të tij. Tek fjala e qetë të mbështjella në të djathtën e tij, Sherif Ahmedi shënon në klapë dhe thot në të djathtën e tij, domethënë forcën e tij. Ky përkthim o vëllezër është pikërisht komentimi që i bëjnë këtij ajeti sektet e devijuara, sikurse Esharit dhe Maturidit. Ndërsa pasuesit e Sunetit dhe Xhamatit thonë Allahu ka dorë të djathtë, ka grusht, nga se vetë Allah subhanahu wa taala ka pohuar për veten e tij këtë gjë, por ky pohim është pa mohuar, pa keq interpretuar, pa dhënë shembuj dhe pa thënë se si. Prandaj o vëllezër, muslimani duhet të tregohet vigjilent dhe të mos lexojë nga çdo lloj përkthyesi që t'i dalë përpara, por t'i përzjedhë ata. Nga se përkthyesi o vëllezër është përcjellës apo transmetues. E kurse prej kushteve të transmetuesit është besueshmëria dhe preciziteti në atë që përcjell. Andaj, ata vëllezër që neglizhojnë këtë çështje, në këtë pjesë duhet të kenë kujdes, të kenë frikë Allahun, nga se kjo dituri është fe, andaj le të shikojnë ata vëllezër se ku e marrin fenë e tyre. Kjo dituri është fe, andaj le të shikojnë ata vëllezër se ku e marrin fenë e tyre. A e marrin fenë e tyre nga përkthyes jo të besueshëm? Apo marrin fenë e tyre nga përkthyes jo preciz? Apo marrin fenë e tyre nga përkthimi i njerëzve të bidatit? Të gjitha këto nuk duhen bërë, por duhet të marrë nga përkthyes të besueshëm dhe preciz në përkthimet që bëjnë. Ky pra ishte mjeti i parë i diturisë. Libra të saktë, kutubun sihah, libra të saktë. Mjeti i dytë i diturisë është Sheikhun Fattah, mësues i suksesshëm. Ajo çka dihet o vëllezër është se Allahu i lartësuar nga çdo emet ka zbritur librin e tij, Kur'anin famlar, dhe ka dërguar profetin sallallahu alaihi wasallam për t'u asjaruar atë që ka zbritur në këtë libër të madhënishëm. Thot Allahu i lartëmadhëruar në Kur'anin famlar në surën An-Nahl, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Dhe ne të kemi zbritur ty o Muhammed dhikrin, pra Kur'anin, që ti t'u asjarosh atyre atë që është zbritur, në mënyrë që ata të meditojnë. Kjo vëllezër tregon se njeriu ka nevojë të domosdoshme për dikë që ta shpjegon librin. Në mjetin e parë të diturisë, e cila ishte libra të saktë, u tregua historia e atij personi që mori librin dhe lexoi hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, el-habbatu sauda shifa'un min kulli da. Fara e zezë është shërim për çdo sëmundje. Mirë po fjalën el-habba në arabisht e lexoi el-hayya,
Kështu që kuptimi ndryshoi nga fara në gjarpër. Pra, nga fara e zezë është shërim për çdo sëmundje, në gjarpër i zi është shërim për çdo sëmundje. Kështu që shkoi dhe hëngri gjarpin e zi dhe vdiq. Sikur ky ignorant ta lexonte këtë hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam me shpjegim nga një mësues i suksesshëm, nga një dietar i besueshëm, atëherë ai nuk do të binte në këtë gabim fatal me pasoja humbje jete. Prandaj o vëllezër, dhe nëpër shkolla, nxënësit nuk mjafton vetëm me librat, por kanë edhe mësuesit përkatës të tyre, që a shpjegojnë librin shkollor. Madje o vëllezër të nderuar, vetë profeti sallallahu alaihi wasallam e mësonte Kur'anin e madhnishëm prej melekut Xhibril. Sikur se ka transmetuar Buhariu dhe Muslimi në Sahihun e tyre nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu se ka thënë: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas." I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar. "Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril." Ai ishte edhe më bujar gjatë muajit Ramazan, atëherë kur e takonte Xhibrilin. "Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan." Ai e takonte Xhibrilin çdo natë të Ramazanit. Fa yudarisuhu al-Quran, dhe ai pa Xhibrili ja mësonte atij Kur'anin. Selefët radhiyallahu anhum e kanë kuptuar rëndësinë e mësimit të diturisë nëpërmjet mësuesit. Andaj, secili brezit tyre e ka marrë diturinë nga dietarët e brezit të kaluar. Burimi i dijes o vëllezër është prej Allahut të lartë madhëruar. Allahu i lartë madhëruar ja ka mësuar Kur'anin dhe kuptimin e tij melekut Xhibril. Sikur se ka thënë Allahu i lartë madhëruar në ajetin në surën An-Nahl: "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Thuaj, atë pra Kur'anin e ka zbritur shpirti i shenjtë, pra meleku Xhibril, ëngjëlli i shpalljes, e ka zbritur min rabbika bil haqq, nga Zoti yt me të vërtetën. Pra, Allahu i lartë madhëruar ja ka mësuar Kur'anin dhe kuptimin e tij melekut Xhibril. Meleku Xhibril ja ka mësuar këto profetit sallallahu alaihi wasallam, sikur se treguan në hadithin e mëparshëm. Më pas, sahabët, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, e kanë marrë diturinë prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Më pas, tabiinët, ndjekësit e sahabëve, brezi pas sahabëve, e kanë marrë diturinë prej sahabëve. Më pas, tabiinët, pra brezi pas tabiinëve, e kanë marrë diturinë prej tabiinëve. E kështu me radhë deri në ditët e sotme. Çdo brez duke mësuar prej dietarëve të brezit të kaluar. Pra, kjo dituri o vëllezër ka nevojë të domosdoshme për një zinxhir që të arrijë në përfundim deri tek burimi i parë i kësaj diturie, i cili është Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajo çka tregon për këtë bazë madhështore është hadithi që është shpjeguar në mësimin e kaluar, hadith që e ka transmetuar Imam Tirmidhiu dhe të tjerë përveç tij, me zinxhir transmetimi hasan, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innal ulama warathatul anbiya." Me të vërtetë, dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman." Me të vërtetë, profetët nuk kanë lënë trashëgimi as dinar e as dirham. "Innama warrathul ilm." Por kanë lënë trashëgimi vetëm diturinë. "Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir." Prandaj, kush e merr atë, ka marrë një pjesë të bollshme. Merr çfarë? Merr diturinë. Çfarë diturie? Diturinë e trashëguar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ajo çka dihet o vëllezër është se trashëgimia vjen brez pas brezi. Andaj, duhet patjetër të ketë një zinxhir të kësaj diturie të trashëguar deri tek profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka marrë prej Xhibrilit alayhi salam, e kurse Xhibrili alayhi salam e ka marrë prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Që kjo trashëgimi të jetë vërtet me burim nga profeti sallallahu alaihi wasallam, duhet që zinxhiri deri tek profeti sallallahu alaihi wasallam të jenë nga njerëz të besueshëm dhe që përmbushin disa kushte dhe disa kritere, disa norma. Andaj, tu del në parë rëndësia e zinxhirit të diturisë fetare. Prandaj dhe dietarët e Islamit i kanë kushtuar rëndësi të madhe kësaj gjëje dhe kanë shkruar libra për të sqaruar rëndësinë e madhe të saj. Imam Muslimi, Allahu mëshiroft, që në parathënien të librit të tij, të Sahihut të tij, ka bërë një kapitull
ku ka sqaruar fjalë nga selefët për treguar rëndësinë e zinxhirit të transmetimit dhe se kjo është prej fesë. Thotë Imam Muslimi, Allahu më shëroft, duke titulluar një kapitull në parathënien e tij duke thënë babun, kapitull bayanu an al-isnad min ad-din, sqarimi se isnadi, pra zinxhiri i transmetimit, është prej fesë. Wa anna ar-riwaya la takunu illa an ath-thiqat, dhe se transmetimi nuk merret vetëm nga njerëz të besueshëm. Wa anna jarh ar-ruwah bima hum fihim jaizun bal wajibun. Se kritika ndaj transmetuesve, duke përmendur mangësitë e tyre, është e lejuar, madje thot është vajib, është e detyrueshme, është obligim. Wa annahu laysa min al-ghiba al-muharrama, dhe se kjo nuk është apo nuk konsiderohet prej gibetit, prej përgojimit të ndaluar, bel min adh-dhabbi an ash-sharia al-mukarrama, por është mbrojtje e shariatit fisnik. Mbaron këtu fjala e Imam Muslimit, Allahu më shëroft. Më pas Imam Muslimi përcjell disa fjalë nga selefët për të mbështetur atë që thanë në këtë titull të këtij kapitulli. Imam Muslimi transmeton me zinxhirin e tij të transmetimit deri tek Abdullah ibn Mubarak se ka thënë: "El isnadu min ad-din." Isnadi, pa zinxhiri i transmetimit, është prej fesë, ka thënë. "Walau la al-isnadu laqala man sha ma sha." Po të mos ishe isnadi, po mos të ishe zinxhiri i transmetimit, atëherë kushdo do të thoshte çfarë të donte. "Walau la al-isnadu laqala man sha ma sha." Po të mos ishe zinxhiri i transmetimit, atëherë kushdo do të thoshte çfarë të donte. Pra, si mund të dallohet një hadith, a është i saktë apo i shpikur, po mos të ishe zinxhiri i transmetimit? Vjen një person e thot, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Vjen tjetri dhe thot, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Vjen një tjetër dhe thot, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Atëherë si do të dallonin? Si do të dallonin? Cili është i saktë e cili jo? Pa zinxhirin e transmetimit, ku mund të bënim analizën e secilit person. A është i besueshëm apo jo? A është preciz apo jo? Pa zinxhirin e transmetimit, kjo gjë nuk do të mundej. Por gjendja do të ishte atill ku kushdo do të thoshte çfarë të donte. Dhe kështu do të humbiste feja. Prandaj Imam Abdullah ibn Mubarak ka thënë këtë që transmeton Imam Muslimi, "El-isnadu min ad-din." Zinxhiri i transmetimit është prej fesë. "Walau al-isnadu laqala man sha ma sha." Po të mos ishte zinxhiri i transmetimit, atëherë kushdo do të thoshte çfarë të donte. Gjithashtu transmeton Imam Muslimi me zinxhirin e tij të transmetimit nga Muslim ibn Yasar se ka dëgjuar Ebu Hurajran radhiyallahu anhu të thotë, ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadhabun." Në fundin e kohës do të shfaqen mashtrues dhe gënjeshtar. "Ya'tunakum min al-ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum." Të cilët do t'ju sjellin hadithe që nuk i keni dëgjuar as ju dhe as etrit tuaj. Pra do t'i shpikin nga vetja tyre këto hadithe. "Fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yuftinunakum." Prandaj thot profeti sallallahu alajhi wasallam, keni kujdes dhe ruani prej tyre, që të mos ju devijojnë dhe të mos ju sprovojnë, të mos ju fusin në fitnë. Po mos të ishe zinxhiri i transmetimit, si mund të dallonin këto njerëz mashtrues dhe gënjeshtar? Madje, si do të zbatonin fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam ku thot në fund të këtij hadithi: "Fa iyyakum wa iyyahum." Kini kujdes dhe ruani prej tyre. "La yudillunakum wala yaftinunakum." Mos ju devijojnë e as mos ju fusin në fitnë. Gjithashtu, Imam Muslimi në këtë parathënie madhështore përcjell me zinxhirin e tij të transmetimit deri tek Muhammed ibn Sirini se ai ka thënë: "Lem yakunu yes'aluna 'anil isnad." Në fillim njerëzit nuk pyesin për zinxhirin e transmetimit. "Falamma waqa'atil fitna." Mirë po, kur shpërthyen fitnet, qalu sammu lana rijalakum. Ata thanë, pra njerëzit e asaj kohë thanë: "Sammu lana rijalakum." Na tregoni burrat, pa transmetuesit tuaj, nga keni marrë këtë hadith. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع
fala yu'khadhu hadithuhum. Atëherë thot Muhammed ibn Sirini, shikohi, nëse ishin prej ehli sunetit, pra këto që e transmetonin këtë hadith profetit sallallahu alaihi wasallam, shikohi nëse ishin prej ehli sunetit, atëherë u merrte hadithi tyre. Ndërsa nëse ishin prej idhtarëve të bidatit, hadithi tyre nuk pranohej. Gjithashtu, Imam Muslimi, përcjell me zinxhirin e tij të transmetimit deri tek Muhammed ibn Sirini, Allahu më shërof, se ka thënë: inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Me të vërtetë kjo dituri është fe, andaj shikoni se prej kujt e merrni fen tuaj. Vetëm për këtë fjalë të tabiinit të nderuar Muhammed ibn Sirinit o vëllezër, disa prej dietarëve kanë bërë libër më vete për ta shpjeguar hollësisht këtë fjalë, për shkak se kjo fjalë nxjerr në pak të bazë mallështore fetare. Cila është kjo bazë? Është domosdoshmëria e përzgjedhjes së mësuesit të suksesshëm. Është domosdoshmëria e përzgjedhjes së mësuesit të suksesshëm. Tabiini i nderuar Muhammed ibn Sirini radhiyallahu anhu ka thënë: inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Me të vërtetë kjo dituri është fe, andaj shikoni se prej kujt e merrni fen tuaj. Ndokush mund të thotë, fjala e një tabiini nuk është argument në vetvete. Andaj, në cilin argument është bazuar ky imam në fjalën e tij? Në cilin argument është bazuar ky imam në fjalën e tij? Atëherë them, sa i përket fjalës së tij, fjalës së Muhammed ibn Sirin, Allahu më shërof, inna hadha al-ilm din, me të vërtetë kjo dituri është fe, argument për të është fjala e Allahut të lartësuar ku ka thënë: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot unë ju kam përsosur fen tuaj dhe u kam plotësuar mirësitë e mia dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë Islami. Pra, Allahu i lartëmadhëruar e ka quajtur fe atë me të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam ka ardhur prej udhëzimit dhe diturisë së dobishme. Pra, si rezultat, del se kjo dituri është fe. Sa i përket fjalës së Muhammed ibn Sirinit, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, andaj shikoni se prej kujt e merrni fen tuaj, argument për të është ajeti ku Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famlar në surën An-Nahl: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetini njerëzit e dhikrit nëse nuk dini. Njerëzit e dhikrit janë njerëzit e Kur'anit të vëllezër, nga sa Allahu i lartëmadhëruar e ka quajtur Kur'anin famlar dhikr. Sikur se tregohet në ajetin tek surja Al-Hijr: "Wa qalu ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun." Dhe ata, pra idhujtarët, mushrikët Mekas, thanë: "Ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi adh-dhikr." O ti që të është zbritur dhikri, pra Kur'ani, innaka lamajnun, me të vërtetë ti je i çmendur, thënë. Gjithashtu thuhet në një ajet më pas këtij ajeti, një ajet më pas këtij ajeti, thuhet: "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun." Ne kemi zbritur dhikrin, pra Kur'anin, dhe ne jemi që e ruajmë atë, pra nga ndryshimi. Pra njerëzit e dhikrit o vëllezër janë njerëzit e Kur'anit. Njerëzit e Kur'anit janë dietarët. Prandaj dhe shpesh në përkthimin të këtij ajeti e gjen të përkthyer: pyetini dietarët nëse nuk dini. Okej. Muhammed ibn Sirini radhiyallahu anhu thot: "Fanduru amman ta'khudhuna dinakum." Andaj shikoni se për kujt e merrin fen tuaj. Ktu lind një pyetje. Si është nxjerrur kjo fjalë e Muhammed ibn Sirinit nga ky ajet? Nga ajeti "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetini dietarët nëse nuk dini. Kjo nxirret o vëllezër nga vetë fakti që Allahu na ka urdhëruar të pyesim dietarët nëse nuk dimë. Dhe kjo nënkupton që mos të pyeten ata që janë ignorant. Nga se sikurse është sqaruar në mësimet e kaluara, urdhri për diçka është ndalesë për të kundërtën e asaj. Urdhri për diçka është ndalesë për të kundërtën e saj. Çfarë thot kjo? Kur Allahu të urdhon për diçka, atëherë kjo njëkohësisht është ndalesë për të kundërtën e saj. Konkretisht, kur Allahu të urdhon të pyesësh njerëzit e dijes nëse nuk din, atëherë kjo njëkohësisht është ndalesë për të mos pyetur ata që nuk janë për njerëzit e dijes. Është ndalesë për të mos pyetur ata që janë ignorant. Qoftë ata me ignorancë të thjeshtë apo ignorancë të përbërë, sikur se është sqaruar në mësimet e kaluara.
Andaj, këtu lind nevoja e domosdoshme të shqyrtojmë gjendjen e personit që do të pyetet përpara se të pyesim. Nga se nuk mundet të zbatojmë këtë ajet pa shqyrtuar apo pa vërtetuar fillimisht a është personi për njerëz të dijes kompetent apo nuk është. Andaj dhe Muhammed ibn Sirini radhiyallahu anhu ka thënë: "Inna hadha al-'ilm din, fanzuru 'amman ta'khudhuna dinakum." Më të vërtetë kjo dituri është fe, andaj shikoni se për kujt e merrni fen tuaj. Pra, a e merrni për njerëzve kompetent, për njerëzve të dijes apo për njerëzve ignorant? Transmeton Imam Khatib al-Baghdadi, Allah më shëroft, në librin e tij Al-Kifaya fi 'ilm ar-riwaya, me zinxhirin e tij deri tek Imam Malik ibn Anas, se ka thënë: "Inna hadha al-'ilm din, fanzuru 'amman ta'khudhuna dinakum." Ka thënë Imam Maliku, më të vërtetë kjo dituri është fe, andaj shikoni se për kujt e merrni fen tuaj. Pra, të njëjtën fjalë që ka thënë Muhammed ibn Sirini, ka thënë dhe Imam Maliku, Allah më shëroft. Më pas vazhdon e thot Imam Maliku, Allah më shëroft, në këtë fjalë: "Laqad adraktu 70 'inda hadhihi al-asatin." Kam arritur 70 vet pranë këtyre shtyllave. Wa ashara ila masjidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhe bëri me gisht drejt xhamisë së të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilët thoshin, pra këto 70 vet thoshin, ka thënë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po çfarë ka bërë Imam Maliku? Thot: "Fama akhadtu anhum shay'an", por unë nuk kam marrë asgjë prej tyre. Thot: "Wa inna ahadahum law i'tumina ala bayti malin lakana bihi aminan." Megjithse, sikur njërit prej tyre ti besoj administrimin një thesar publik, ai do të ishte plotësisht i besueshëm. Atëherë, pse nuk ka marrë Imam Maliku prej tyre? Thot: "Li'annahum lam yakunu min ahli hadha ash-sha'n", për shkak se ata nuk ishin njerëzit kompetent të hadithit. Wa yaqdumu alayna Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab wa huwa shabun fanazdahimu ala babihi. Ndërsa kur vinte te ne Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, pse ishte në mosh, ne grumbulloheshim te dera e tij, thot. Ne grumbulloheshim te dera e tij. Mbaron këtu fjala e Imam Malikut, Allah më shëroft. Pra vëllezër, kjo tregon se përveç besueshmërisë tek personi që merr dituri, duhet patjetër që ai të jetë nga njerëzit kompetent për atë që po flet. Gjithashtu, kjo tregon se kriteri në mësuesin e suksesshëm nuk është të ketë një pozitë. Qoftë kjo pozitë një autoritet që të japësh mësim në xhaminë e Profetit sallallahu alaihi wasallam, vaj halli në xhamit në Shqipëri. Nga se Imam Maliku, Allah më shëroft, thot këtu, kam arritur 70 vet pranë këtyre shtyllave dhe tregoj me dorë, pra bëri me gisht te xhamia e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë thoshin ta? Yaquluna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilët thoshin, pra këto 70 vet thoshin, ka thënë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam. Fama akhadtu anhum shay'an, thot Imam Maliku, por unë nuk kam marr asgjë prej tyre. Këtë gjë Imam Maliku, Allah më shëroft, e ka thënë në kohën e tij dhe për xhamin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Vaj hallin në kohën tonë, vaj hallin për xhamit në Shqipëri. Sot o vëllezër, në xhamin e Profetit sallallahu alaihi wasallam ka njerëz për njerëz të bidatën që japin mësim, madje dhe bëhen imam, sikur se Salih al-Megamisi. Disa njerëz kujtojnë se kriteri në të qenë kompetent për mësimdhënie është të kesh autoritet apo post në xhami, të jesh imam xhamie, të jesh khatib xhamie, të jesh hoxh në një xhami, të jesh muftiu në një qyteti, e kështu me radhë. Mirë, po nuk është ky kriteri i saktë. Thot Sheikhul Islam ibn Taymija, Allah më shëroft, në Majmu' al-Fatawa, në vëllimin 27 në faqen 296, thot: "Wal mansibu wal wilayatu la yaj'al men laysa 'aliman mujtahidan 'aliman mujtahidan." Pozita dhe pushteti nuk e bën dietar mujtahid atë që nuk është dietar mujtahid. ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين. Thot, sikur e drejta për të folur në çështjet e dijes dhe të fesë të varej nga posti dhe autoriteti, atëherë halifja dhe sultani do të ishin më të denjë për të folur për dijen dhe fen. U bien yastaftihu an-nas, dhe që njerëzit të merreshin fetva për tyre, wa yarji'u ilayhi fima ashkala alayhim fil 'ilmi wad-din, dhe të ktheheshin atyre, pra njerëzit të ktheheshin atyre në çështjet e ndërlikuara të dijes së fesë.
فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه، por nëse edhe khalife dhe sultani nuk e pretendojnë këtë për veten e tyre dhe nuk ua imponojnë njerëzve gjykimin e tyre në këto çështje sipas mendimit të tyre, por vetëm në bazë të librit të Allahut dhe sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, thot faman huwa duna sultani fil wilaya awla min bi an la yata'adda tawrahu. Atëherë ai që është më poshtë se sultani në autoritet ka edhe më shumë arsye të mos e tejkaloj kufirin e tij, pa të mos e tejkaloj kompetencën e tij. Ky ishte pra sa i përket mjetet e dytë të diturisë, e cila është mësuesi i suksesshëm. Thamë dhe se mjetet e diturisë janë 4. E para libra të saktë, e dyta dietar apo mësuesi i saktë, e treta logjik të fortë. Për dy të parat, folëm gjërësisht, inshallah, për të tretën dhe të katën do të flasim mësimin e ardhshëm. Mjaftohen me kaq. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.